Ekonomia e Francës u rrit në mënyrë modeste në tremujorin e 4 të vitit të kaluar, duke u ngadalësuar pas një rikëmbje të fortë gjatë verës, ndërsa kërkesa e brendshme pak më e dobët dhe një rënje në inventaret e bizneseve ndikuan në aktivitet, treguan të dhënat paraprake nga zyra e statistikave INSEE. Rritja tremujore u ngadalësua në 0.2 nga 0.5% në tremujorin e tretë, kur ekonomia e dytë më e madhe e eurozonës surprizoi në rritje. Gjatë vitit të kaluar, ekonomia u zgjerua me 0.9%, duke tejkaluar parashikimin prej 0.7% të përdorur në planifikimin e buxhetit qeveritar. Performanca më e fortë se sa pritej rrit mundësitë që deficiti fiskal të jetë pak nën 5.4% të prodhimit të brendshëm bruto që parashikohet aktualisht. Ekonomia doli mban më mirë nga sa kishin pritur shumë ekspert, pavarësisht muajve të trazirave politike në një parlament thellësisht të ndarë që ndikuan në mentalitetin midis familjeve dhe kompanive. Pritet që një farë pasigurie politike të lehtësohet, ndërkohë kryeministri Sébastien Lecornu përdori të premte një fuqi të veçantë kushtetuese për të miratuar projekt buxheti në vitit 2026 pa kaluar në votim në dhomën e ulët të parlamentit thellësisht të ndarë. Lecornu kishte përdorur tashmë nenin 49.3 të kushtetutës si në anën e të ardhurave, ashtu dhe në atë të shpenzimeve, për ta kaluar atë në dhomën e ulët ku kishte ngecur pas 3 muajsh diskutimesh. Partitë e opozitës pritet të paraqesin mocione mosbesimi kundër qeverisë së tij. Perspektivat për një rikëmbje të fortë mbeten të kufizuara, thonë ekonomistët. Sipas tyre, buxheti mbetet i pafavorshëm për bizneset dhe taksat më të larta mund të frenojnë investimet dhe krijimin e vendeve të punës. Ekonomistët e përshkruajnë perspektivën e përgjithshme si modeste pozitive, duke përmendur shenjat e hershme të përmirësimit të besimit të biznesit, megjithse një euro e fortë mund të pengojë eksportet. Në tremujorin e 4, shpenzimet dhe investimet e familjeve nxitën kërkesën e përgjithshme të brendshme, e cila kontribuoi me 0.3 pikë në normën e rritjes. Me rritjen e eksporteve dhe rënien e importeve, tregtia e jashtme i shtoi 0.9% normës së rritjes ekonomike, ndërsa një rënje në inventaret e korporatave zbriti 1%.